Ronaldo gjatë një interviste foli hapur për disa nga momentet më intime dhe përcaktuese të jetës së tij, që nga humbja e njërit prej fëmijëve të tij deri te propozimi i tij i fundit për martesë me Georgina Rodriguez. Portugezi kujtoi episodin e dhimbshëm të vitit 2022 kur ai dhe Georgina prisnin binjak. Vajza e tyre Bela lindi e shëndetshme, ndërsa vëllai i saj binjak fatkeqësisht ndroi jetë. Gjatë asaj kohe, ndoshta e forcuam edhe më shumë lidhjen tonë. Ishte një kohë shumë e vështirë, por më mësoi shumë. E pash jetën nga një perspektivë tjetër. Vajza ime është mbretëresha e familjes dhe mbush shtëpinë me lumturi, tha Ronaldo. Shumë vëmendje ju kushtua roli themelor të Georginës në jetën e tij dhe të fëmijëve. Gio është unike, ajo kujdeset për mua, familjen, shtëpinë, është shumë punëtore, ajo më kupton dhe më mbështet, dhe kjo është ajo që kërkoj në jetë. Ne jemi një familje e bekuar dhe jam krenar për këtë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.